Kanye West largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas konflikteve me Kim Kardashian dhe familjen e Jay-Z. Kanye West është larguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Japoni pas një serie postime shpërthyese në Twitter ku sulmoi ish bashkëshorten Kim Kardashian për bashkëprindërimin e vajzës së tyre North. Reperi 47 vjeçar vendosi të distancohet nga drama duke kërkuar qetësi në Tokyo, një vend që përshkruan si tërësisht i shkëputur dhe paqësor. Burimet pranë tij thanë se ai është në gjendje të paqëndrueshme kur ndodhet në Los Angeles, por ndihet më i qetë në Japoni, shkruan Daily Mail. Ndërkohë, gruaja e tij, Bianca Censori, nuk është parë me të kohë të fundit duke nxitur spekullime mbi marrëdhëniet e tyre. Kanye West ndezi një luftë të re me Kim Kardashian pas planeve për një bashkëpunim muzikor midis vajzës së tyre North dhe reperit Playboi Carti. Ai kundërshtoi ashpër këtë projekt duke akuzuar Kim për mbajtjen e kontrollit mbi fëmijët e tyre. Në një postim ai deklaroi se burri ka fjalën e parë dhe të fundit mbi fëmijët e tij, duke thelluar më tej konfliktin mes tyre. Reperi gjithashtu shkaktoi polemika me sulmet e tij ndaj familjes së Jay-Z dhe Beyoncé, duke marrë reagime të ashpra përfshirë një koment nga babai i Beyoncés, i cili tha se Kanye West ka nevojë për ndihmë. Në mes të gjithë kësaj drame, Kanye West e ka pozicionuar veten si një zë për të pazët, duke pretenduar se thot gjëra që të tjerët kanë frikë t'i thonë. Megjithatë, komentet e tij vazhdojnë të shkaktojnë ndasi dhe polemika si në industrinë e muzikës, ashtu edhe në jetën e tij personale.